ka, po janë edhe kunja personale. Sepse unë keni lojën tuaj, se si e trajtoni njëri tjetrin. Dhe është edhe juaja. Problemi është këtu që bërë një zgjidhje safe. Të gabuar. Dhe personi që ka i ka bërë krah e ka safe, por nga ana tjetër bërë një zgjidhje parashikueshme. Parashikueshme, por dhe safe për të. E ka safe në sensin që e ka të sigurt që do rri aty, sepse dhe ajo është frizon për lojën e saj, është pa diskutueshme kjo, sepse nëse ti bën një super drama këtu për krevatin, del në prime dhe pastaj thua jo nuk dua ta ndroj, i bie që ti ke interesat e tua. Qoftë interesat që ti e shikon lojë, domethënë që ndoshta se ka njohur nga jashtë, po e njeh këtë direkt, ke interesat, por e njeh se kush është, ti e di që ai është West Side Family. Pra ti e di që ai ka një fan base, ka disa njerëz, të duket domethënë më i fortë në shtëpi, pra domethënë e di që krahun e ke sigurt. Dhe po ta vësh re, që kur është shpëtuar sidomos ky nominim, ajo erdhi dhe tha nga treja fëmijërit. Ka rënë komplet. Po, që kur erdhi, dhe ja kam thënë unë këtë gjë, ne kam thënë e njeh, jo nuk e njihsha, por i thash kjo është shpreha jote. Edhe të siguroj unë që nuk është se e njeh. Po e di, nuk është se e njeh, nuk e njeh. E di që se njeh. E di që se njeh, absolutisht e di. Jam shumë e vetëdijshme që nuk e njeh. Por thjesht është ideja që e njeh si mirë, e njeh si personalitet. Sepse kur vjen puna mos harro. Dhe thash nuk është se e njeh. Njeh vetëm këtë anë. Ti dëgjove çfarë tha unë në Nestit e sheh. Na dëgjove Modestinën. Ne të dy njihemi shumë mirë dhe të betohem ku të duash, ke videot pa fund. Në asnjë moment ai nuk më ka diskutuar mua të më thotë diçka lidhje me lojën. Dhe çfarë më tha, sepse i bëra një pyetje shumë personale, por të s'kishte lidhje fare. Më tha, ti s'do të më bësh më këtë pyetje, nëse domethënë përgjigjet e tij se ne të dy njihemi që jashtë, kemi një marrëdhënie tjetër që jashtë, por unë pavarësisht